dyftërsia musliman kanjëherë është produkt i veprave tua, do më thënë qysh i ke bë veprat ta bjen Allahu azza wa jall dyftërsinë në zemrën tënde, po shkak se ti i ke ndrejsh veprat e tua çashtu. I përmend Allahu azza wa jall një lloj njerëzve musliman të mirë bile, thojnë lein atana min fadlihi, nëse na jep Allahu azza wa jall prej mirësisë tina, lanasaddaqan, kena më dhënë sadaka, wa lanakunanna min as-salihin, edhe na kena me kanë për njerëzve të mirë, nëse na jep Allahu azza wa jall, kena me dhënë shumë sadaka. Falamma atahum min fadlihi, e kur Allahu azza wa jall u jep atyne prej mirësisë tina, bakhilu bihi, pohën kopraca me ata që ka dhënë Allahu azza wa jall, wa tawallaw, edhe zbrapsën prej asana që kanë thënë, wa hum mu'ridun, ata janë të largum, i bin pishman për ata që kanë thënë që kena me dhanë. Këto me thënë, këta i kanë premtu Allahu që nëse na jep Allahu, na kena me dhanë sadaka. Kur ju ka dhënë Allahu azza wa jall, s'kan dhanë, ju bë kopraca. Thot Allahu azza wa jall, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu. E Allahu i ka dënuj ata me dyftërsi në zemrat e tyne, do më thënë, ua ka fut dyftërsi në zemrat e tyne, po shkak se kanë bë vepra dyftyrësha, i premtojnë Allahut edhe nuk e bajnë. E Allahu azza wa jall si dënim i ka dënu me dyftërsi në zemrat e tyne. Deri ditën e gjykimit kanë me kanë dyftyrësha. Ama ata kanë musliman mirë, po janë marrë me gjanat dyftërsisë. Do më thënë, kujdes mos u merr me gjanat dyftërsisë, po shkak se tani Allahu azza wa jall e mbjan zemrën tane dyftërsinë, edhe se ne jek makor. Që kujdes musliman, keni kujdes, runu edhe lutni Allahun azza wa jall me arrujt për dyftërsisë.